3 ushqime që të ndihmojnë të flesh pa ilaçe. Ke probleme me gjumin? Zgjohesh shpesh natën apo të duhet shumë kohë për të fjetur? Para se të mendosh për ilaçe, provo këto zgjidhje natyrale që mund të bëjnë diferencë të madhe. Banania është një nga ushqimet më të mira për gjumë të qetë. Ajo përmban magnez dhe kalium, të cilët ndihmojnë në relaksimin e muskujve dhe qetësimin e trupit. Përveç kësaj, banania ndihmon edhe në prodhimin e serotoninës, një hormon që lidhet me ndjenjën e qetësisë dhe më pas shndrohet në melatonin, hormoni i gjumit. Një banane para gjumit mund të të ndihmojë të flesh më shpejt dhe më thellë. Qumshti i ngrohtë. Ndoshta e ke dëgjuar shpesh këtë këshill dhe ka arsye pse funksionon. Qumshti përmban triptofan, një aminoacid që ndihmon trurin të prodhojë melatonin. Kur e konsumon të ngrohtë, ai gjithashtu jep një efekt qetësues psikologjik që të përgatit për gjumë. Një gotë qumësht para gjumit mund të jetë një ritual i thjeshtë por shumë efektiv. Bajamet janë të pasura me magnez dhe melatonin, duke i bërë perfekte për gjumë cilësor. Magnezi ndihmon në uljen e stresit dhe përmirëson cilësinë e gjumit, ndërsa melatonina rregullon ciklin e gjumit. Një grusht i vogël bajamesh në mbrëmje mund të të ndihmojë të relaksohesh dhe të flesh më mirë. Këshill ekstra: shman kafen dhe telefonin të paktën 1 orë para gjumit, sepse ato e mbajnë trurin aktiv dhe e prishin ritmin natyral të gjumit. Nëse do më shumë këshilla natyrale për shëndetin dhe jetën e përditshme, mos harro të na ndjekësh.